Moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka zbuluar reagimin e bebushes së saj Luna Mari për këngën e re që Luizi ka nxjerrë ditën e djeshme. Ajo ka publikuar një video ku shfaqet Luna përballë një televizori duke dëgjuar këngën e re të babit të saj dhe duke kërcyer për herë të parë publikisht. Ky është momenti më i bukur dhe më i adhurueshëm që shqiptarët mund të shihnin nga familja Eli dhe sidomos nga vogëlushja që ua ka marrë zemrën. Moderatorja bukuroshe Kiara Tito e ka shoqëruar videon ku shfaqet e vogla e saj duke kërcyer me një mbishkrim ku thotë: "Me që donit reagimin e Lunushit për këngën." Ky mund të cilësohet si ndër reagimet më të bukura dhe më të ëmbla që Luizi mund të merrte për këngën e tij. E vogla e tij ka rrëmbyer vëmendjen me këtë kërcimin e saj të vogël ku duket që e ndjek ritmin dhe e ndjen muzikën. Me siguri Luizi nuk ka se si mos ta cilësoj këngën e fundit si ndër më të suksesshmet pasi vogëlushja e tij ja shtoi lezetin dhe e bëri edhe më të veçantë. E veshur me një fustan roz, me flokët kacurela të vogla dhe qëndrimin e një ylli të ndritshëm në skenë, Luna ka rrëmbyer zemrat e ndjekësve me ëmbëlsinë dhe natyrshmërinë e saj. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë videon që Kiara sapo ka publikuar në profilin e saj Instagram. Ata kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt vogëlushes, e cila ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve me kërcimin e saj të vogël. Pa dyshim e vogla e familjes Eli, Luna Mari është ylli i ri në Shqipëri dhe një motiv frymëzimi për babin e saj të jashtëzakonshëm Luiz Elin. Nëse vogëlushja e tij e ka pëlqyer këtë këngë, atëherë i bie që të gjithë do e pëlqejnë. Për fenomenin Shkodran nuk mund të ketë sukses më të madh se sa aprovimi i bebushes së tij, e cila duket se po e shijon në maksimum këtë projekt të ri të babit. Kjo video tregon se muzika e Luizit tashmë po jeton edhe përmes emocioneve dhe reagimeve të vajzës së tij të vogël që ka transmetuar pafund dashuri dhe energji pozitive e shumë të mirë.